Civil Media. Nëse mund të na thoni disa fjalë për vitin këtë vit, nga perspektiva të ndryshme, aspekt politik, ekonomik, shoqëror, cilët ishin ato momentet pozitive edhe nëse ka momente negative. Kur flasim për vitin 2018, që tani më po e lëm pas, mendoj se vetiu në maje të ndodhive të vitit del suksesi në arenën ndërkombëtare të Maqedonisë, relaksimi i marrëdhënieve si me Bullgarinë si me Greqi, rezultati të cilës ishin edhe shumë vizita të nivelit shumë të lartë evropian të SBA-ve kështu me radhë dhe është me të vërtet për të përshëndetur. Një ndryshim tjetër shumë të madh që e shoh në krahasim me vitet e kaluara është edhe transparenca e qeverisë, si ndaj mediumeve, si ndaj organizatave qytetare, si ndaj qytetarëve në debate direkte publike, që mendoj se është një gjë shumë e mirë për të prek përditshmërinë e qytetarit dhe për ta kuptuar se cilat do të ishin masat më të qelluara. Tjetër që mendoj se ishte rëndësishme në aspektin e marrëdhënieve ndëretnike të cilat fatkeqësisht edhe pas gati 30 viteve pavarësie kemi temë, është edhe ligji i ri për përdorimin e gjuhëve, i cili fatkeqësisht nuk u nënshkruajt prej kryetarit Ivanov. Tjetër që më me rëndësi janë edhe akt akuzat dhe gjykimet për veprat që dolen nga përgjimet, si ashtu edhe për ndodhjet e 27 prillit, për ta përmbyll tash me ligjin për abolicion, nëse se gaboj, amnesti për të njëjtat ndodhjet 27 prillit, i cili ligj tash lart poshtë le edhe një shije të hidhur, edhe pse komentet janë të tipit se kjo është një interes më i lartë kombëtar e kështu me radhë, por mendoj se qytetarët do të ishin më të gatshëm ta pranojnë këtë amnesti nëse do të kishte konfiskim të mirave që janë fituar në mënyrë kundër ligjore. Mirë po, pa mos dash t'i analizojmë dhe t'i komentojmë këta temat cilat mendoj se mjaftueshëm janë të komentume, do të kisha dash të potencoj një absurd fenomen, ose si t'i themi, i cili del nga vetë rrethanat e krijuara. Është fakt se LSDM-ja dhe premieri Zaev kotojnë më lartë se tjerët në të gjitha anketat, dhe suksesi i tij për të formuar edhe qeverinë, po edhe për të zbatuar politikat e tij në atë vizionin e një shteti barabartë për të gjithë, është do të thotë një rol shumë të rëndësishëm kanë edhe ato vota shqiptare që shkuan te LSDM-ja dhe në këtë situatë, duke dashur që ta relativizohet ose dobësohet në atë krah, tash kemi deputet i cili dikur në 90-93, nëse zgaboj, ishte ndër organizatorët e protestave kundër gjuhës mësimore shqipe në Akademinë Pedagogjike, e tash që 3 herë se disa herë, po del me pyetje ndaj premierit dhe me sulme, mund të them se nuk keni bërë asgjë për shqiptarët edhe pse keni një kontingjent caktuar. Këtë shoh si absurd dhe një kontradikt
tjetër është ajo se deputetët shqiptarë nuk kanë ndonjë replikë të posaçme ndaj këtyne akuzave të themi që i bëhen nga deputet Maqedonas premierit, sepse si duket ju konvenon një gjë e tillë, qofshin ato të pozitës, qofshin të opozitës, dikush ndoshta e shef veten edhe si kandidat si potencial për një koalicion të ardhshëm, që ndoshta mund të na vi edhe vitin e ardhshëm nëse do kemi zgjedhjet parakohshme. Dhe si një përfundim prej këtyre kontradiktave, absurdeve të themi, del se ne akoma shumë më lart i mbajmë interesat personal, grupor ose partijak të themi, para atyne shoqëror, po nëse doni edhe shtetëror. Është ligjin për amnesti, dikush e komenton edhe si interes më të lartë dhe prandaj edhe veprohet kështu si veprohet, mirë po, them se ajo do të ishte vetëm që ndoshta do të ishte më e kapshme nëse do të kishte edhe konfiskim. Për 2019 nuk pres se do të kemi ndryshim të madh temave, duke ditë se tikun para marsit nuk mund të ndodhë lart poshtë, nuk mund të ndodhë ai ratifikimi i marrëveshjes Prespës në Greqi. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian maj, tiku do me thonë qershor pritet, nëse nuk do të ketë ndryshime më të theksume në Parlamentin Evropian. Pritet që edhe datën për negociata me BE-n ta marrim, që do të thotë shkoj gjysma e vitit dhe shumë pak kohë do të ngelet për qeverinë të koncentrohet në përmirësimin e politikave ekonomike, pa edhe në përgjithësitë të brendshme. Mirë po, jam shumë i bindur se LSDM-ja si partneri bartës i koalicionit qeverisës dhe kuptohet premieri Zaev duhet të koncentrohen pak më tepër në plan të brendshëm dhe fillimisht të nishin nga radhët e veta brenda koalicionit, të shohin rezultatet e secilit antar të kabinetit veçmës, sepse ka edhe një përshtypje se disa më pak ose më tepër prej tyre dhe nuk janë në nivel të detyrës dhe si duket ajo është i lënë vetë ta shtyjë këtë proces të një shtetit barabartë për çdo qytetar pa dallim. Dhe të punohet në drejtim të ngritjes së vetdijes kolektive. Qoftë mes politikanëve, mediumeve, qytetarëve në përgjithësi, mirë po ata që janë bartës, ata që ndikojnë në krijimin e mendimit publik, ata duhet të kenë më shumë kujdes dhe të punojnë më tepër në drejtim të ngritjes së këtij niveli. Civili bën zgjedhjet e një personi të vitit, për vitin 2018, cilin person e kishit veçu ju që ka bërë kontribut pak më të dalluar prej tjera? Pa mos dash që t'ju bëj kështu ftyrë, si thonë, pa mos dash t'ju lavdroj, sepse bëhet fjalë për një person i cili bashkëpunon ngushtë me shoqatën tuaj, unë do ta kisha veçuar Sasho Ordanovskin. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Civil Media